Labinoti e sheh Albën dhe thot me qetësi, por me vendosmëri, faleminderit që po më dëgjon. Dua të flasim hapur për disa gjëra që ndoshta nuk i kemi sqaruar më parë. Nuk dua që të mbeten keqkuptime mes nesh, sepse ndonjëherë gjërat e vogla që nuk sqarohen mund të bëhen të mëdha. Dua që të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mbyllim çdo gjë që ka mbetur pezull. Ai merr frymë thellë dhe vazhdon, kur ndodhi situata që të shqetësoj ose të bëri të ndihesh keq, ndjeva që nuk u komunikova siç duhet. Ndonjëherë nuk e shpjegoj dot menjëherë atë që ndjej, ose mund të interpretohet gabim, dhe kjo është arsyeja pse dua të flas tani, pa nxituar. Pa akuzuar askën. Labinoti shpjegon më pas një shembull të qartë për të bërë situatën më të kuptueshme. Për shembull, Limiti më tregoi se si Bian dhe Beni u njohën për herë të parë. Ishte përmes Instagramit, thjesht mesazhe normale, pastaj unë i shkrova Bian, ku je? Jam në Tiranë, po ecim pak nëpër qytet, çfarë po bën ti? Ajo më tha që ishte duke shëtitur edhe ajo. I thash, hajde të takohemi në filan vend. Ky ishte takimi i tyre i parë, krejt i thjesht, vetëm për të njohur njëri tjetrin. Nuk kishte asgjë të keqe, ishte thjesht një njohje fillestare, por ndonjëherë gjëra të tilla mund të interpretohen gabim dhe njerëzit mund të ndjejnë keqkuptime pa e kuptuar. Ai bën një pauzë, duke i dhënë Albës mundësinë të përjetojë situatën dhe pastaj vazhdon, kjo më bëri të mendoj sa e rëndësishme është të flasim hapur për gjithçka që ndjejmë. Kur nuk flasim, gjërat mbeten pezull dhe mund të krijojnë tension. Nuk dua që diçka e vogël të bëhet problem më i madh. Dua që ne të kemi qetësi dhe të kuptojmë njëri tjetrin për çdo situatë. Labinoti e shpreh më tej ndjenjen e tij personale dhe motivin pse dëshiron të flas, nuk është thjesht për të treguar se kush ka bërë çfarë, por për të kuptuar si ndjehemi ne të dy. Kur nuk sqarojmë diçka, ndonjëherë mbajmë zemërim ose pasiguri që nuk ka nevojë të ekzistojë. Unë nuk dua që asnjë keqkuptim të mbetet mes nesh. Dua të jemi sinqert dhe të dëgjoj edhe ty hapur, pa paragjykime. Ai vazhdon duke propozuar mënyra për të përmirësuar komunikimin dhe marrëdhënien. Mendoj se nëse flasim rregullisht për çdo gjë që na shqetëson ose që nuk e kuptojmë, mund të shmangim tensionet dhe keqkuptimet. Nuk dua që situatat e vogla të rriten në mendime të gabuara ose ndjenja të lënduara. Çfarë mendon ti që mund të bëjmë për të qenë më të qetë dhe më të sinqert me njëri tjetrin? Labinoti dëgjon me vëmendje dhe inkurajon Albën të flasë, dua të dëgjoj gjithçka që ndjen dhe mendon. Nuk ka rëndësi sa e madhe ose e vogël mund të duket. Çdo ndjenjë dhe mendim yt ka vlerë për mua. Dua të kuptoj perspektivën tënde dhe të sigurohem që çdo keqkuptim të sqarohet plotësisht. Ai mbyll rrëfimin duke e përmbledhur qëllimin e tij, faleminderit që po më dëgjon dhe po flasim hapur. Shpresoj që tani kemi kuptuar më mirë njëri tjetrin. Jam i gatshëm të punoj për marrëdhënien tonë dhe të shmangim tensionet në të ardhmen. Dua që kjo të jetë një hap drejt qetësisë dhe mirëkuptimit mes nesh, dhe jo thjesht një bisedë e zakonshme. Në fund, Labinoti sigurohet që biseda të jetë e dyanshme. Ai e dëgjon Albën, pranon ndjenjat e saj dhe përgjigjet me qetësi dhe respekt, duke i dhënë mundësinë Albës të sqarohet gjithashtu. Në këtë mënyrë, çdo keqkuptim mbetet i shpjeguar dhe marrëdhënia e tyre mund të vazhdojë në një mënyrë më të qetë dhe të ndërtuar mbi mirëkuptim dhe sinqeritet. Labinoti i afrohet Limitit dhe i thot me një ton të qetë, por serioz, Limit, më lejo të kërkoj një gjë, dua të ulem me Albën dhe të sqarojmë muhabetet që kemi lënë pezull pa i sqaruar. Nuk dua që të mbeten gjëra të palidhura apo keqkuptime mes nesh. Më duket se ka shumë gjëra që duhet të flasim hapur dhe të qetë, pa tension. Dua që të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mbyllim çdo gjë të mbetur. Limit e sheh Labinotin me një shikim të qetë dhe i përgjigjet, e kuptoj, Labinot. E di që kjo gjë ka rëndësi për ty dhe për Alban, po, brenda një jave do të vijë momenti i duhur. Ne do të takohemi dhe do të sqarojmë gjithçka. Nuk ka nevojë të nxitojmë. Por është e rëndësishme që të flasim hapur dhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Kur të vijë momenti, çdo gjë do të sqarohet si duhet. Labinoti buzëqesh pak dhe thot, faleminderit, Limit. Më vjen mirë që je dakord. Dua që kjo të bëhet me qetësi dhe respekt. Nuk është vetëm për mua, por për të gjithë ne që nuk mbesim me dyshime apo keqkuptime. Nuk dua që të ketë tension apo ndarje, thjesht të sqarojmë gjithçka që ka mbetur pezull. Kur takon Albën, ai e përshëndet me qetësi, duke u përpjekur të transmetojë sinqeritetin e tij, faleminderit që po më dëgjon.
Dua të flasim hapur për disa gjëra që ndoshta nuk I kemi sqaruar më parë. Qëllimi im është të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mos mbeten keqkuptime mes nesh. Dua të jemi sinqert dhe shpresoj që edhe ti do të ndihesh rehat të flasësh hapur. Ai fillon të tregoj se çfarë ndodhi, duke përshkruar faktet objektivisht, pa fajsime, por duke shprehur ndjenjat e veta. Kur ndodhi ajo situatë, ndjeva që nuk u kuptuan plotësisht. Më duket se disa gjëra u interpretuan ndryshe nga ajo që kisha menduar unë. Ndoshta nuk I shpjegova siç duhet ndjenjat dhe qëllimet e mia, dhe dua ta sqaroj këtë. Nuk është e lehtë për mua të flas për këtë, sepse nuk dua të dukem I fajshëm apo I padrejtë, por ndjej që duhet të flas. Më pas ndan ndjenjat e tij për ndikimin që pati situata. Duke u hapur më shumë, kjo më bëri të ndjehem I shqetësuar dhe I pasigurt për marrëdhënien tonë. Nuk dua të mbaj keqkuptime dhe dua që të kemi qetësi. Kur nuk flasim hapur, gjërat mbeten pezull dhe kjo krijon tension. Ndonjëherë mendoj për momentet që kemi kaluar dhe ndihemi keqkuptuar, sepse nuk ka qenë qëllimi im që të largojmë njëri tjetrin emocionalisht. Dua ta shmang këtë dhe dua që të jemi të qetë dhe të sinqert ndaj njëri tjetrit. Ai bën një pauzë të shkurtër, duke e lënë Albën të marrë frymë dhe të reagojë, dhe pastaj propozon mënyra për të përmirësuar situatën dhe komunikimin. Mendoj se nëse flasim rregullisht për çdo gjë që na shqetëson, mund të kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Nuk dua që ndonjë mosmarrëveshje të rritet ose të mbetet pezull. Çfarë mendon ti që mund të bëjmë për të mos lënë gjëra pezull dhe për të shmangur tensionet që ndonjëherë shfaqen mes nesh? Labinoti dëgjon me kujdes, duke e inkurajuar Albën të flasë dhe shpreh gatishmërinë e tij për të dëgjuar çdo gjë që ajo ka për të thënë. Dua të dëgjoj gjithçka që ndjen dhe mendon. Nuk ka rëndësi sa e madhe ose e vogël mund të duket, për mua çdo ndjenjë dhe mendim yt ka vlerë. Dua të kuptoj perspektivën tënde dhe të sigurohem që çdo keqkuptim të sqarohet. Në fund, Labinoti falenderon Albën për kohën dhe dëgjimin. Faleminderit që po më dëgjove dhe që po flasim hapur. Shpresoj që tani kemi kuptuar më mirë njëri tjetrin. Jam I gatshëm të punoj për marrëdhënien tonë dhe të shmangim tensionet në të ardhmen. Dua që kjo të jetë një hap drejt qetësisë dhe mirëkuptimit mes nesh, dhe jo thjesht një bisedë e zakonshme. Gjithçka zhvillohet me qetësi dhe respekt, duke I dhënë mundësinë Albës të shprehë mendimet dhe ndjenjat e saj, dhe Labinoti sigurohet që çdo keqkuptim të sqarohet plotësisht. Ata përfundimisht ndihen më të qetë dhe më të lidhur, duke e ditur që çdo gjë e mbetur pezull është sqaruar, dhe tani mund të vazhdojnë marrëdhënien e tyre pa tensione dhe keqkuptime.